ka shumë shtete që i kanë bojt zgjedhjet e do t'i mbojnë zgjedhjet gjatë tyre ditëve, dhe ndoshta ata edhe do t'i themelojnë institucionet e tyre, por me këtë qasje, me këtë arbitraritet, ne do të mbesim pa institucione, sepse një gjë është evidente. Albin Kurti nuk i ka numrat për të bërë kryeministër dhe një herë, andaj për të mos ardhur deri aty, po na mban peng të gjithë neve bashkë si qytetar, si deputet, si institucione. Ajo është edhe një deklarat tallë, se realisht që i tallë dhe qytetarët e vendit tonë, të cilët e dinë fort mirë që jo që është krizë, po është një krizë që po thellohet çdo ditë. Kanë kalu më shumë se 3 muaj prej mbajtjes zgjedhjeve dhe ne s'kemi as kuvend as qeveri. Nëse kjo s'është krizë, unë nuk e di çka po pret zoti Kurti, se ndoshta nuk na godet ndonjë meteor nga qielli për më na thellu krizën edhe me fatkeqësi natyrore. Po ne kemi fatkeqësi institucionale, po i them kështu figurativisht, dhe kjo për shkak të tij, të kryenetësisë tij, presidenti mund të marrë një rol të paktën ndoshta për të organizuar atë rrjedhë që e kemi hamensuar edhe ne, i takon asaj që të vendos kur Partia Demokratike e Kosovës e dini që në çfarëdo takimi që mund ndërlidhet me zhbllokimin e situatës do të merr pjesë. Çdo iniciativë që ka për qëllim me dalë për krizës, me dalë për blokadës, Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dhe do ta mbështes. Nuk mund të flas konkretisht për këtë, pres një komunikim me ekspertët tonë për çfarë përket meritës lëndës.